Krahu i majt i kanalit Gjançit në Korçë prej më shumë se 20 vitesh është lënë në hares duke u mbuluar nga bimësia dhe duke u amortizuar e qarë në shumë vende, çka bën që uji i dal nga rezervuari Gjançit të shpërdorohet dhe të humbas përgjatë kanalit. Për këtë arsye, fermerët e disa fshatrave të Bashkisë së Korçës nuk kanë mundësi të vaditin tokat bujqësore, të cilat shumë prej tyre i kanë braktisur duke mos i punuar më. Fermerët e Porodinës pranojnë se prej 20 vitesh nuk kanë parë të kalojë ujë në këtë kanal, i cili është edhe kanali kryesor që duhet të sjellë ujin për vaditjen e tokave. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet. Këtu po bën që nga viti 95 nuk ka ardhur ujë më. Ka ardhur deri aty më tan, i themi ne fshati Vinçan. Kthen Porodinë dhe tutjes nuk u vjen më. Sa problem është kjo për juve? Problemi shumë i madh. Pse? Kemi gjithë të toka për të vaditur. Edhe si vaditim tot. Si I lem, bëni? për çfarë i bëjmë i lem kullot për vaktit. 20 vjet po bën që s'po vjen ujë. Porodina bëhet 200 familje. Nga i dylim të keni 200 dylim. Nuk e vaditin dot. Plus Porodina, po Melçani. Po Birani, Lumalasi. Çfarë kërkoni në këtë rast? Këtë kërkojmë ne që shteti të verdhë dorë të na sjellë ujë mbas rregullat të vaditim. Kanali Gjançit ka shumë vite që nuk na funksionon këtu në zonën tonë. Zonë që mban Vinçan, Porodinë, që në Polenë flas. Pse nuk sjell ujë këtu? Është dëmtuar pjesërisht të kanali këtu gjatë këtyre viteve të përgjithë të sistemit. Edhe nga shërbimit nuk janë mirëmbajtur kanalet. Ky kanal na ndihmonte shumë në bujqësi. Po thoj gjysmë e pjesën e kodrinore të zonës e vetëm me kanalin Gjançit. Po sot si e bëni? Hiç në kushte të vështira. Ka rënë bujqësia për tokë kanë. Kanali të vire dorë, mundësisht të lutemi qeverisë së shtetit të ndomarrjeve të ulave ujësillësit e kush merret me këtë punë, të na verë dorë, të na ndihmojë sa më parë më mirë. Që edhe neve kemi ato të mira tona në bujqësi në rendimentet e tëra. Edhe për Bashkinë e Korçës, mos funksionimi i krahut të majt të kanalit të Gjançit është problem themelor për ujitjen e tokave bujqësore, pasi të gjitha investimet e kryera për kanalet e dyta dhe të treta që marrin ujë nga ky kanal do të jenë të padobishme në rast se nuk ndërhyet për rikonstruksionin e plot të kanalit kryesor. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike Thanas Tona, bordi i kullimit nuk ka kryer asnjë ndërhyrje përgjatë 20 viteve, çka ka bërë që sot krahu i majt i kanalit të Gjançit të jetë jashtë funksionit. Lënia në administrim të bordit kullimit ka bërë që kjo gjendja, situata e këtij kanali është kështu siç po e shikoni ju këtu. Do me ky kanal që është rreth 25 kilometra i gjatë, është i pa përshtatshëm për të sjellë ujin. Ky kanal kërkon rikonstruksion komplet sepse ka 12 sifona, ka dhe porta e priza e tëra ura të prishura çarje vend e vend, kështu që për të 2 muaj është shumë vështirë, nëse nuk fillohet tash shpejt dhe me investime të mëdha. Ky është qësim themelor që ne kemi bërë vazhdimisht. I kemi informuar edhe Ministrinë e Bujqësisë, kemi informuar edhe instanca më të larta, por nuk po shikojmë të vjetë lëvizje. Në mungesë të rikonstruksionit të krahut të majt të kanalit të Gjançit, çfarë do ndodh këtë vit? Po janë 3-4 mijë hektar tokë që ujiten nga kjo pjesë që ky kanal është i prishur dhe që kërkon të ndërhyet për ta risjellë në normalitet. Kur ne po ndërtojmë të gjithë rrjetin e nivelit të 2 dhe 3, kanali kryesor ujitës që sjell ujin është jashtë funksionit. Sezoni ujitjes së tokave bujqësore është vetëm 2 muaj larg, por në mungesë të një investimi në krahun e majt të kanalit të Gjançit, me qindra fermer të Vinçanit, Porodinës, Melçanit, Biranit dhe Lumalasit, edhe këtë vit nuk do të kenë mundësi të vaditin të mbjellat e tyre.